Endrit Thaçin e Klestor Veselin, djemtë e dy figurave kryesore të luftës, lirisë dhe shtendërtimit në Kosovë, Hashim Thaçit e Kadri Veselit, deri më sot nuk i kishin parë askund së bashku në fushatën e këtyre zgjedhjeve lokale. Për herë të parë, djali i Hashim Thaçit dhe i biri i Kadri Veselit u pa mbrëmjen e deshme së bashku në përkraje të Arjan Tahirit, kandidatit të PDK-s për kryetarin e Mitrovicës, në një tubim me familjet e dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të UÇK-s. Në mesin e familjeve të dëshmorëve, invalidëve dhe veteranëve të UÇK-s, fola si djali i Mitrovicës, që nuk e harron kurrë sakrificën për liri. U nderova që isha bashkë me Endritin dhe Klestorin, djalin e Hashim Thaçit dhe djalin e Kadri Veselit. Liria është e shenjtë dhe detyra jon është ta nderojmë me vepra të mira. E dim kush jemi, e dim gabim dhe ecim përpara me krenari e nder, tha Arjan Tahiri. Sa kaq në kampin tjetër, atë të vetëvendosjes dhe Guxot, të cilët në garën për Mitrovicën garojnë me ish-ministrin e bujqësisë Faton Peci, janë zhvilluar 4 tubime rresht në Mitrovicë ditën e djeshme. Si përforcime nga Prishtina në krah të Pecit kishin mbërritur vetë lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, por edhe bashkëkryetaria e partisë Guxo, Donika Gërvalla. Gara duket se po i del fort më e vështirë se sa krenoheshin vetëvendosjes dhe Guxo në Mitrovicë. Performanca befasie e kandidatit të ri për kryetar të Mitrovicës nga Partia Demokratike e Kosovës, Arjan Tahiri, që është nënkryetar aktual, posaçërisht në debatet publike direkte, duket se ka tronditur ekipin e vetëvendosjes. Të premte në 4 tubime të Faton Pecit ishte pjesëmarrës edhe lideri i vetëvendosjes Albin Kurti, i cili kërkoi me ngulm vot për Pecin, për të cilin tha në një tubim se edhe Llugën e kthe në ari. Ballafaqime direkte në debate televizive mes Tahirit e Pecit kanë shpërfaqur kandidatin e PDK-s si më të përgatitur për detyrën që aspiron dhe arrogancën e Pecit, i cili ka trashëguar skandale nga ekzekutivi. Aq kaloi keq Peci sa mbështetësi i tij në media në Xhmedin Spahiu shkoi aq larg me pretendime kur tha se dikush në ekip po e saboton atë. Do të më kërkoni diçka për juve. Ju do të më pros pritet edhe më të nota se ky tek ka zotimit të vetë. Pra, dijemi që çka premton Fatoni poll mirë është, po çka realizon Fatoni është hala më mirë. Prej se një Faton Pecin, asnjë punë nuk i ikë. Po kudo që shkon Faton Peci, ka veç se punë. Krejt pyesin ku është Fatoni. Tash më morën e Fatonin me çun 36 komuna, në të cilat po garojnë, a kisha pas qef me thonë. Sepse ajo është në këtë komunë kaq të rëndësishme, jo veç për Mitrovicën, po për të ardhmen e kombit tonë, dhe atë jo veç të Republikës. Pra, Fatoni është ministër i jashtëzakonshëm dhe tejet i suksesshëm, i cili nga pozita ministrore si ministri i bujqësisë, po vjen Mitrovicën e tij e tonën e tyre. Tu ju falendëru Faton Pecit, ministri i bujqësisë. Si përfaqja e punueshme e tokës bujqësore në Republikën e Kosovës është rrit për 50%. Ky e ka gjetë Kosovën me 81.000 hektarë tokë të punueshme, edhe tash që është ministër në detyrë, Kosova i ka mbi 121.000 hektarë tokë të punueshme. Pra, për Faton Pecin, unë thëmë që ky edhe Llugat i bën ara.